Nuk dihet finalizimi, por hapat e parë u vendosën. Ministria e Shëndetësisë tashmë e ka krijuar grupin punues për skriningun e kancerit të gjirit, qafës së mitrës dhe zorrës së trash. Me aplikimin e këtij programi dhe zbulimi i këtyre sëmundjeve do të jetë më i hershëm. Do të jetë me shumë benefit për shtetin tonë, meqense kjo ka qenë një metodë me të cilën ne smundet të gjejmë shumë herët, edhe rezultatet e mjekimit janë shumë më të mëdha. E brenda këty 2 mujore gjysmë janë evidentuar mbi 300 raste të reja të kancerit. Kemi prapë një trend stabil sikurse vitin 2024, edhe pse përkundër faktit që ky numër mund të lëvizë ose të regjistrojmë raste në numër të ndryshëm secili muaj. Te gratë dominon tumori i gjirit, megjithatë kampanjat vetëdijsuese ka bërë që kjo sëmundje të zbulohet në faza të hershme, krahasuar me 4 vitet paraprake. 2 viteve të fundit, 3 vitet të fundit, ne më shumë se 55% raste me kancer gjirit i gjejmë në stadin 1-2. Derisa tek burrat dominon kanceri i mushkrive dhe zorrës së trash. Mosha mesatare që përballen me sëmundje onkologjike është nga 50 deri në 60 vjeç. Mirëpo viteve të fundit ka një trend ndryshe. Se një entitet veçantë këtyre sëmundjeve që lajmërohen te persona ndër moshën 50 vjeçare, edhe zakonisht janë më agresiv dhe janë në stadie më të avancuara. Dhe kjo është problematik në rritje.